7 persona janë shoqëruar për vrasjen e 2 fish të ndodhur orët e vona të mbrëmjes së të dielës në Vlorë. Ka qenë ora 22 kur persona ende të pa identifikuar hapën zjarr në një pikë baster sportive në lagjen Partizani në qytetin e Vlorës, duke lënë 2 të vdekur dhe 1 të plagosur. Mes viktimave ishte pronari lokali të një pike basti, një klient i rastësishëm dhe një mik i tij i cili mbeti i plagosur. Sipas policisë së Vlorës, shënjestër dyshohet të ketë qenë pronari Ilir Deromema, rreth 45 vjeç banues në Vlorë, pronari Eurolotos, ndërsa i vrarë mbeti dhe klienti 60 vjeçar Dimitër Çani, ndërsa i plagosur është identifikuar si krenar Runaj 53 vjeç. Viktimat kanë qenë ulur në tavolinat jashtë lokalit, ndërsa trupat e pajet janë dërguar në morg. I plagosuri ka marrë 2 plumba, një në krah dhe tjetrin në legen, dhe gjendja e tij shëndetësore është e rëndë, por jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që në mëngjes u nis drejt spitalit të traumës në Tiranë. Ka qenë pikërisht ky vend në cilin janë gjetur trupat e viktimave pas atentatit, ndërkohë që vetëm në vendin e ngjarjes numërohen më shumë se 23 shenja të gëzhojave dhe të plumbave të cilat ka zbrazur atentatori. Pak orë pas ngjarjes, policia gjeti një mjet të djegur që dyshohet se është përdorur nga autorët e vrasjes së 2 fish. Mjeti tip Jeep është denoncuar i vjedhur rreth 2 muaj më parë në qytetin e Fierit. Është pikërisht ky vendi në cilin ka ndodhur ngjarja, ndërkohë që shihen qartë edhe shumë pak shenja të mbetura nga makina e cila është krumbuar totalisht, ndërkohë që autorët mendohen të jenë larguar me një tjetër automjet. Policia e Vlorës njofton se pronari i pikës së basteve sportive, Ilir Deromema, në vitin 1998 kishte vrarë me armë zjarri shtetasin Lame Gockaj, ndaj dhe hetimet e para janë përqendruar tek pista e larjes së sapeve.